Avioni përplaset mbi çatinë e shtëpisë, piloti shpëton për mrekulli, pason lëndime të lehta. Një ngjarje pazakon që mund të kishte përfunduar në tragjedi ka ndodhur mëngjesin e të hënës në Teksas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një pilot ka shpëtuar për mrekulli pasi avioni i tij u përplas mbi çatinë e një shtëpie luksoze në zonën periferike. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 mëngjesit, ku një avion i vogël me sa duket humbi drejtimin për në pistën e uljes dhe u përplas me çatinë e banesës. Pronari i shtëpisë, i cili ndodhej në shtrat në ato momente, tregoi se dëgjoi një zhurmë të fuqishme gjatë goditjes. Ekipet e shumta të emergjencës dhe zjarfikësve mbërritën menjëherë në vendngjarje. Zëdhënësi i shërbimit zjarfikës, Ford Stein, deklaroi se kur mbërritën e gjetën pilotin me ndërgjegje të plot, por të bllokuar brenda kabinës. Për shkak të rrjedhës së karburantit, zjarfikësit ju desh së pari të ndërpriste energjinë elektrike për të shmangur ndonjë shkëndij që mund të shkaktonte shpërthimi. Pas sigurimit të zonës, piloti u nxor nga kabina dhe u transportua për në spital, vetëm me lëndime të lehta. Kur dëgjon përrëzimin e një avioni, rrallëherë pret që dikush të dalë gjallë prej tij, deklaroi Stein për mediat vendase, duke e cilësuar të jashtëzakonshme mbijetesën e pilotit. Shkaqet e plota të këtij aksidenti ajror mbeten ende nën hetim.